Jemi rikthy prap nga vendi ku e kemi bo vedën e parë të kësaj shtëpie, të kësaj familje, një nanë me 4 vajza jetime, të cilat kanë qenë duke jetuar në një shtëpi e pa përfunduar, një shtëpi me kushte jashtëzakonisht shumë të vështira. Sot kemi ardhur me po çka kemi mërri me bë, çfarë ndryshimi kemi bë te kjo shtëpi, fol donatorëve tonë të cilët me donacionet e tyre, me zakatin e tyre, përmes Islamic Relief Kosovës e kanë bërë këtë ndryshim jashtëzakonisht pozitiv, po e shohim prej afër. Bismillah. Hey, qëshine, hajnir. E vetë një hapësirë e shfrytzueshme e shtëpisë ka qenë kjo dhomë dite edhe kjo dhomë e vogël e cila ka qenë e pa rregulluar, në të cilën ka mujtë me bo gjumin këto 4 vajza jetime, ndërsa sot elhamdulillah është rregullu edhe shumë shpejt edhe bëhet me pajisje tjera të mobileve. Ndërsa pjesa më e vështirë e shtëpisë ka qenë në këtë anë, ku lart ka qenë e hapur, ka depërtu shiu dhe të ftohtë të lehtësisht, nga se ka qenë vetëm përkohësisht me një mbulesë shumë të thjeshtë e rregulluar. Është renovu plotësisht pjesa kati i parë këtu, edhe lart janë nxjerrë hapësira të reja për gjumë, të cilat mundemi me hyp me i po edhe ato. Këtu jemi në katin e dytë, është një banjo, eri, dhoma e parë e gjumit, dhoma e dytë dhe dhoma e tretë, të cilat do t'i mobilojmë shumë shpejt edhe do t'a kenë mundësinë që të paktën ta bëjnë një gjumë të rahatshëm, të kenë hapësirë për mësim dhe mos t'ju mungoj asgjë në jetën e tyre, këtyre 4 vajzave. Fol donacioneve t'juja, fol zakatit t'juj, ato sot kanë hapësirë për një gjumë të rahatshëm, kushte të mira për mësim. I falenderojmë dhe lutim Allahun që t'ju beqatoj juve dhe familjet e juja për kontributin që keni dhënë në organizatën tonë. Disë mirë, faleminderit shumë.